Bërzolla në tigan do përgatitim për sot, edhe do dalin tepër të shijshme nga mënyra që do t'i përgatis. Tani, në fillim, pasi i ikën të gjitha ujrat nga bërdzollat, unë u hodha një çik verë të kuqe. Kuptohet që mund ta shmagni. Shumë më thoni pse i hedh verë të kuqe dhe jo të bardhë, se mishi kuq për mua shkon me verë të kuqe, mishi bardhë shkon me verë të bardhë. Tani, siç e pati hodha tosh hudre, krip, rigon, piper, të gjitha këto erzat me radhë, edhe në fund fare, para se t'i heq bërdzollat, një copë me gjalpë. Gjalpi do shkrihet, edhe të gjitha aromat e gjalpit do vend tek mishi, edhe bënet fantastike o njerëz. U përpoqja ta hedh gjalpin kështu nga lart, pastaj thash nuk i kthej bërdzollat nga ana tjetër. Neve i duam një çik të pjekura shumë, ndaj mos pandeni se janë të djegura, nuk janë të djegura, kështu na pëlqejnë bërdzollat, edhe ndaja i lash një çik që të bëhen më shumë. O zot, tani po e shikoj, shumë të mira dolën. Edhe në fund të mund të shoqëroni me çfarë të doni, unë thjesht me një sallatë, që të bëjmë gjasme edhe dietë, po. Mund të shoqëroni me patatë skuqura që më pëlqejnë më shumë. Ciao.